Mirdita. Për Shqipërinë dhe shqiptarët, procesi më themelor për të ardhmen e tyre është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Europë është ëndra shekullore e shqiptarëve. Shqipëria në Europë është investimi i tyre 32 vjeçar, por Shqipëria në Europë është gjithashtu investimi i Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian dhe në anëtarët Bashkimit Evropian miliarda euro, me të cilat ky vend është transformuar. Po të kemi parasysh gjendjen në të cilën ishte sa asnjë vend tjetër. Shqipërisë në Europë i mbylli dyert. E vërteta, i mbylli dyert Edi Rama dhe Lubi Balluku. Do t'ishte e padrejt që të shkarkonin mbi Lubin këtë përgjegjësi. Lubia ka përgjegjësi të mëdha për vjedhjet që ka bërë, për shpërdorimin, për vjedhjen e miliarda eurove. Lubia ka disponuar 12 miliard euro investime dhe tani, sipas vet Edi Ramës, janë ndërtuar, thot ai, që s'janë kur, por le ta supozojmë se është e vërtet, 1000 kilometra rrugë, të cilat u shemben si rrugë kashte njëra pas tjetrës në këtë pranverë. Njëra pas tjetrës në këtë pranverë. Por, njeriu që mbylli dyert e Europës duke përdor për këtë qëllim dosjen e Lubis, mbasi është dosja e tij, është Edi Rama dhe ka vetëm një emër që quhet Edi Rama. Në raportin e tij në tetor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian ka ngritur si çështje themelore për Shqipërinë rritjen e presionit politik ndaj gjyqësorit nga Edi Rama, luftën e dobët kundër korrupsionit dhe problemet madhore me lirinë e mediave. Këto probleme jo vetëm që nuk morën një adresim të përshtatshëm dhe pozitiv, por njohen përkeqësimet më të mëdha në 32 vite. Për herë të parë, Parlamenti i Shqipërisë bllokon kërkesën e prokurorisë së vendit për arrestimin e zëvendës kryeministres Lubi Balluku.
Dhe këtë vendim 83 mandatet e krimit që u përdorën si thika kundër drejtësisë nga Edi Rams, deputetet nuk e morën në vullnet të lirë, por në diktat të plot të Edi Ramës. Në diktat të plot të Edi Ramës. Madje, siç e dini, Edi Rama deklaroi në mënyrë të papërgjegjshme se një vendim të tillë do ta mirëte çdo parlament i një shteti demokratik. E vërteta është se një vendim të tillë nuk e mirëte kurrë parlamenti i një shteti demokratik. E vërteta është se për Brukselin, për shqiptar dhe për cilin do njeri që ka ABC në shtetit ligjor, ky është një veprim, një vendim antikushtetues me pasoja shumë të rënda, shkatrimtare për luftën kundër korrupsionit. Ky vendim detyroi një numër vendesh antare të Bashkimit Evropian që të bllokojnë raportin më të rëndësishëm, de facto progresin drejt integrimit. Raporti i bar apo raporti mbi vlerësimin e përkohshëm të standardeve në të cilin vlerësohet përparimi në sundimin e ligjit, në sistemin gjyqësor, në luftën kundër korrupsionit, në 2 kapitujt më themelor të procesit të integrimit, kapitull 23 dhe 24, për negociatat, në rastin e Shqipërisë mbeti në klas. Për ata të cilët bëjnë fjalë se procesi vazhdon, mund të informoj çdo shqiptar se derisa vendet anëtare të Bashkimit Evropian të mos e miratojnë në mënyrë unanime raportin e standardeve apo raportin i bar, Shqipëria nuk do mund të ecë përpara në mbylljen e kapitujve.